Moderatori Ledion Liço ka ndarë ekskluzivisht emocionet e finales së këtij edicioni të 5. Ai zbuloi disa momente kyç duke u ndalur tek momentet e vështira dhe emocionuese. Teksa premtoi një mbrëmje emocionuese dhe të mbushur me surpriza, Ledioni zbuloi nëse do të jetë vitin tjetër në ndërtimin e programit më të ndjekur në Shqipëri. Finalet janë një gërshetim i vazhdueshëm i showit dhe emocioneve. Është e pamundur të mos ketë show, sepse është finale, por është e pamundur të mos ketë emocion ka pagu i gjithë këtyre muajve emocionuese, gjithë historive që banorët kanë treguar aty brenda, qoftë ajo që lidhet me rrugtimin brenda shtëpisë, qoftë ajo që lidhet me jetën e tyre jashtë. Ky spektakël, fal Zotit dhe të punës së të gjithë atyre që kanë punuar, ka qenë mjaft i balancuar mes gjithçkaje. Ka pasur çdo gjë që duhet të ketë dhe pavarësisht se është në sezonin e tij të 5, ka dhuruar po aq lojë sa na ka dhuruar edhe ndjenja. Momente kyç të këtij edicioni, momente si dalja Rogerit nga shtëpia, momente si deklarata e nënës së Selin, kanë qenë momente të sikletshme, të cilat duhet i menaxhoje live. Natyrisht, që në spektakël në përgjithësi mbaj qëndrime por atë që besoj, jo për atë që janë. Njerëzit duhet ta kuptojnë një herë mirë që kjo për mua është punë, nuk është jeta ime. Një moment tjetër që nuk ka lidhje me lojën, por me emocionet, ka qenë takimi i Malit me Atin. Ka qenë një moment i vështirë për të menaxhuar në mënyrë të drejtë për të gjitha palët. Mua do më pëlqente gjithmonë një fitues i cili lë një shije të mirë, që mundohet ta ndryshojë botën për mirë. Ky spektakël përfaqëson një pjesë të madhe të tortës së shoqërisë. Unë mendoj se shoqëria shqiptare sot është në një udhkryq të madh. Mendoj që kemi humbur disa nga vlerat tona kryesore, të cilat duhet të rikthehemi. Mendoj që ka vënë kryesisht për më shumë dashuri. Po, do të jem vitin që vjen. Shihemi, deklaroi ai ndër të tjera. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.